Në gja, unë isa buletinin të i këndaj që nja 40 vite. Po ty 35 jetë ki kretë? 40 vite i këndaj se e kam ideal. Ka bërë shumë për Mitrovicën, jo vetëm për Mitrovicën, po për gjithë trojet shqiptare kudo që kanë qenë keq, ai me njerëzit e vetë të luftës i kanë ndihmuar për të shliruar vendin. Edhe në Shkup, edhe në Tiranë, Vlorë, e çdo ku ka kërkuar nevoja, ajo kanë gatshëm me sakrifikuar për ardhërin e vetë. Ardhëri tine nuk o konë vetëm Kosova, po konë gjithë Shqiptaria. Gjithë Shqiptaria. E gjithë Shqiptaria është shumë e madhe. Kur të folet për ta, është në kënaqësi shpirtërore ime që e ndjej, dhe kur ka marrë si kryetari e komunës në 2013, në fund 2013, në 2014 kanë filluar që të kërkoj eshat e isa buletinit të varrosin e buletin. A respekt për ty. Edhe në 2015 në kom realizua edhe pse kom pasë jashtëzakonisht pengesa, edhe nga shqiptarët, po edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga serbët, por isha i vendosur se isa buletinit duhet më varros atë ku ka lind, ku ka thirr njerëzit e vetë të luftës, ku kanë hangur e ku kanë pije në atë odën e cila o gjua çdo herë me topa dhe prej armikut. Edhe nuk është rënë kur. Ka qëndruar burërisht dhe burërisht e këna varros me të gjitha të mirat që ju quhet gjithë Kosova në kam e këna varros në mënyrë më të mirë të mundshme, edhe pse eshat e tina preçin 17 vjet më varros. Të lumt për punën që ke bo, kryetar. Këta si i ka në imja çdo herë dhe isha i përkushtuar 100% që aja të ndodhë. Do me thonë, këtu senet e mira që i ke bo, ta kanë mojtë edhe fizikusin edhe dukjen tonë kështu shumë fit, shumë... Mos flasim për pjesën e moshës se dolim dikon tjetër, po do të flasim pak ma vonë. Zotria Gimi, po drejtuna me zotri për arsye se kur e mora vesh historin e jetën tonë, unë kom menu që jena gjenerat, Allah. Ama ti më dole diqka tjetër, se më del ma i ri, se unë, Agim Batirit, kësha besu kur. Po ja që po ndodhë ka gjithë qka. Faleminderit shumë që jeson të me neve, e fillum emisionin me një kongë për isa buletinin Respekt, ma mrapa na u mundum me ta ftof ty po smujtëm, me një kongë tjetër që i kushtohet pjesës të Mitrovicës, nështë edhe kongëtari Ferkishala që ka këndu këtë kongë. Ai sigurisht e ka ditë ma herët që të të vjen kjo ditë asot, ndoshta mi prish do ura, mi ndresh do ura, mi prish do mure, mi ndresh do mure, kështu që gjithmonë shqiptarët, besoj që pajtosh edhe ti me mu, për mes kongës i kanë kallëzu krejt botës kush jemi. E tash është bo realitet ajo taman fiks. Po kongë të burrave kanë pas një histori. Dhe atë histori ne Pelautës e këndaj, e kemi bajt edhe i kemi tërgua qytetarve ku do të gjindën shqiptar, sepse jena kam popull i vujtur, dhe ato nuk e vetëm kongë kështu, po janë kongë që kanë histori.